Ja dolët më në fund që të ndërtonit edhe muzeun e Dritora Agollit, shkrimtarit të mirënjohur nga Devolli. Mengulazi identifikohet me emrin e Dritora Agollit, por jo vetëm Mengulazi, por dhe Devolli njihet dhe është bërë i njohur nëpërmjet veprës artistike letrare të Dritora Agollit, por jo vetëm si shkrimtar, por edhe si politikan i njohur i Devollit. Ishte një premtim i kaershëm i pothuajse gjithë parasave të mi, fatmirësisht u bë mundur ndërtimi. Jemi në fazën përfundimtare të ndërtimit të muzeut dhe ngelim vetëm për muzealizimin e tij, i cili shpresoj të mbarojë në datën 13 tetor me rastin e ditëlindjes së poetit të madh. Kur ka nisur punimet dhe duket se ka nisur me hapa të shpejt, u arrit që për një kohë të shkurtër të ndërtohet gjithë kjo. Punimet filluan vitin e kaluar dhe objektivi ishte që 13 tetori i këtij vitit na gjendet me muzeun e ngritur, pasi është dhe përvjetori i lindjes së tij, është një përvjetor jubilar dhe është diçka e veçantë për Mengulazin, por edhe për Devollin. Një gjë tjetër që të ka ngelur pengve që do ta realizosh për Dritorin? Ne jemi në fazën e parë të konkursit për ngritjen e përmendores së poetit të madh, por jo vetëm të poetit, por dhe përmendoren e Valles Devolliçe, pasi ne kemi dy ikona të cilat na identifikojnë: poetin dhe shkrimtarin e madh Dritor Agolli dhe Vallen Devolliçe, e cila është aplikuar dhe për pjesë e UNESCO-s. Si vlerë e shtuar dhe e mbrojtur.